Ti nuk ke pak frikë nga kjo, ka që vota, ka shumë. Unë nuk mendoj që ka një diferencë shumë të madhe dhe do bëjnë në një çudi Partia Socialiste me 82 vota, apo me 75 vota, apo me 74 vota. Se ky gjati tani nuk do t'ju flasë, edhe ty do të flasë, edhe gjithë tyre, me gjithë të që ka marrë, ikën ai tani. Po ai tani me njerëzit e Partisë Socialiste do flasë, se nuk do flasë me Alien, do të kështu që sa do lartë. Ikën ai lartë tani, në shumë disa herë më shumë të ditë. Një kujdestar për këta edhe ikri. Gjithsesi faleminderit të. Ishte shumë kënaqësi. Urime për Faleminderit. Detyrën e deputetës, e bëndo të dalsh aty gjithë gratë që vjen aty. Gratë e Partia Socialiste, gra kam shumë. A mund të themi që kanë dështuar deri tani me këto rezultate partitë e reja, nga 5 fjalë? Unë personalisht nuk mendoj se kanë dështuar, sepse fakti që ato sot marrin mandate, kjo nuk tregon dështim. Edhe unë mendoj që gjithmonë kur një parti nis një rrugtim, kushdo që të jetë ajo, duhet ta bëj këtë rrugtimin. Edhe ky rrugtimi nuk presupozohet që në rastin e parë që ti kandidon përkthehet në shumë mandate, se njerëzve duhet t'ju tregosh në fund ditës edhe gjatë 4 viteve që ti do marrësh mandatin, se sa i zoti je të respektosh premtimet e mbajtura. Kështu që mendoj që kanë dështuar nga pjesa që thamë në fillim fare, që kanë dështuar ke pjesa që nuk arritën të bënin një koalicion, edhe nëse kishte një luftë brenda tyre, ishte lufta më shkatruese se sa lufta që ju bën atyre partitë e mëdha. Edhe Anton, partitë e reja. Në krahasim me zgjedhjet e tjera, kemi të bëjmë një sukses. Jam dakord me këtë drejtë. Pra, në qoftë se zgjedhjet e tjera ne kemi pas partitë e reja jo shumë. Një sekond. Jo, të lutem, nuk do futet tani, do t'i thua që nuk do hy pjesën e dytë. Njeriu për të cilin më shkruani. Të pres dhe pak minuta, dhe do hyj patjetër. Pra, në qoftë se kemi parasysh që kemi pasur një Bojaxhiu, Blushi, 2017-2021 respektivisht, kanë qenë nga një forcë politike që pretendonte dhe besoi se do hynin në parlament, dhe nuk arritën. Kjo është herë e parë që partitë e reja po hyn në parlament dhe jo vetëm një, po hyn 3 partitë e reja. Dhe kjo do të jetë një rrezik për parlamentin në radhë parë, do të kemi një politikë tjetër. Atë sfidën që i bëj establishmentin nga jashtë, tani do i bëhet nga brenda parlamentit dhe kjo është një sukses. Por, po të kesh parasysh pritshmërinë, faktin konsumimin e opozitës, ato që pritet të binte konsumimin e majorancës, pritet që partitë e reja të kishin një rezultat shumë më të mirë. Edhe mënyra se si priteshin nga publiku. Gjithsesi, ky si rezultat i parë, si një kilometri i parë, po themi, nuk është një lajm i keq, por është një lajm i mirë. Në pak fjalë, se në një pikpamje racionale, nëse dalim me mandat, pra fiton një mandat, ata kanë arritur, themi, një lloj suksesi. Në një pikpamje tjetër mund të konsiderohet dështim, sepse këto vota prodhohen të gjitha në kurriks të asaj që duhet quhet opozitë. Pra, Partia Socialiste, e cila duhet kishte vota më pak, dhe këto vota të kalonin partitë e reja, ajo ka mbledhur më tepër vota. Kështu që në këtë pikpamje është dështimi i 3 forcave të reja. Kanë marrë vota vetëm, themi, në kurriks të Partisë Demokratike apo të Aleancës për Shqipërinë madhështore apo të themi të opozitarëve të këtij vendi. Kanë lëshuar terren për Partinë Socialiste. Për Shqipërinë madhështore, jo i tyre. Nuk është edhe i tyre, pra sepse oferta e tyre është për gjithë spektrin, pa oferta e tyre është edhe për ata që votojnë, që kanë votuar Partinë Socialiste në 2021, edhe për ata që votuan Partinë Demokratike në 2021. Pra këta ishin në terren për të marrë për 2 palët dhe kanë marrë vetëm nga njëra. Ku i merre vota BSS? Mirë, pra dakord. Po ti kupton BSS nuk i merre vota. I kthemi diskutimit, por po them, nëse ti nuk mundesh dot që të ulesh përqindjen e partisë në pushtet, është një lloj dështimi. Do prodhoni më tepër mandate nëse do i merrni vota atyre. Sigurisht që është një sukses i vogël, por në bazë të pritshmërive që ne ose publiku ka pasur ndaj tyre, suksesi, domethënë, ky është dështim. Është dështim edhe për faktin se situatë më të mirë se kjo nuk besoj se ka pasur edhe ndoshta nuk mund të ketë në të ardhmen një situatë kaq themi të favorshme për partitë të reja, ku unë mendoj që një pjesë e mirë e shoqërisë është e lodhur, e mërzitur me të 2 palët. Dhe për më tepër që kemi tashmë një përpjekje nga faktori ndërkombëtar për të çuar prapahekurave njerëz nga të 2 palët cilët kanë qenë korruptuar, dhe kjo situatë mendoj që është një situatë shumë e favorshme për bërë një politikë antisistem. Por unë do shkuan edhe nga papjekuria e tyre, që nuk pranuan që gjithsesi të futeshin në një listë përbashkët me gjithë kushtet që ofron kodi elektoral, ata duhet kishin hyrë në një listë përbashkët,
mungesa pikurisë për ta bërë këtë, them se i ndëshkoj, por nga ana tjetër edhe fakti që luftuan njëri tjetrin, po jo të gjithë luftuan njëri tjetrin, disa prej tyre, dhe koston për luftën që hapën disa prej tyre morën të gjithë bashkë. Megjithatë do të them dhe një gjë tjetër që në fund fare edhe sistemi vetë i ka sulmuar egërsisht. Jo vetëm kryetarët e partive, jo vetëm militantët e partisë, sidomos Partisë Demokratike, por edhe mendoj establishmenti i komentariatit politik ka qenë shumë agresiv ndaj partive të reja, duke pretenduar ndaj tyre që të jenë demokratike, ku diun, duke pretenduar që ato të jenë qelibar, që të mos kenë asnjë problem, pra duke u marrë me qimen tek partitë e vogla për të zhvendosur ndoshta edhe ku diun vëmendjen nga trarët e partive të mëdha. Domethënë ne kemi kërkuar ose janë sulmuar partitë e vogla sikur këtu 35 vite tranzicion e ka lënë në vendin në këtë drejgje ku diun Adriatik Lapaj. Domethënë kjo për mua ka qenë pa sens dhe kjo ka qenë e qëllimshme sepse unë mendoj që sistemi mbrohet duke vrarë terren. Pra domethënë është shpreha e famshme si e ka filozofi harrova tash, Gramscit, Antonio Gramscit që e vjetra ka vdekur, e reja nuk lind dot. E vjetra këtu ka vdekur, por çfarë bën e vjetra me atë pak shpirt që i ka mbetur, vret çdo mundësi të re me qëllim që të mos lindë një e re që të vazhdojë të jetë e vjetra për sa kohë lindë e reja. Domethënë kjo është paradoksi që është prodhuar në këtë vend dhe kjo është mënyra se si mbijeton sistemi. Keni një pështuar të një lërasi dhe të përmbëllim të si pjesë. Jo, e vetmja gjë që dua të shtoj është që mund të duket vërtet e çuditshme pjesa që ti fiton zgjedhjet në një mandat 4, po nuk duhet ta harrojmë edhe një element tjetër të rëndësishëm që slogani i Partisë Socialiste në këto zgjedhje ka qenë Shqipëria në BE në 2030-ën. Dhe patjetër që ne nuk e dim me saktësi matematikore nëse ky është një gjë që bëhet realitet apo jo, për 1001 të panjohura që mund të ndodhin gjatë procesit, por gjasat janë absolutisht shumë pozitive që Shqipëria të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Duke u nisur dhe nga deklaratat e Komisionerës Zgjerimit edhe nga deklaratat e Komisionerës i Jashtme të Bashkimit Evropian, duke u nisur nga puna konkrete në hapjen e shumë kapitujve që kanë lidhje me procesin. Jo, nuk kanë thënë asnjëherë. Kapitujt janë hapur në 2024-ën. Jo, nuk është thënë asnjëherë që nuk ishin filluar të hapeshin kapituj. Nuk mund thuash që janë hap kapituj kur janë hap kapituj. Ku ne jemi në rrugën drejt kryetarësit, ata kanë thënë që jemi janë fjalët e fundit se Ergys, problemi është që tani ne të gjithë jemi koherent dhe duhet themi që nuk është edhem deri ditën e djeshme këtë punë pasaportës. Jo, nuk e tutje s'kemi pse përmendet mos. Jo, fare, unë ka marrë. Në fakt unë prandaj e përmenda sepse mendoj që duhet përmendur. Dhe shumë njerëz e kanë marrë pasaportën kur kanë votuar dje, kanë për 4 vite pasaportën. Ta përfundoj. Ti po thua një gjë që unë sapo e rrëzova. Unë të fola për këtë mesazh pa ma kërkuar njëri këtë prononcim. U vetë ofrova për të thënë mesazhin me cilin fitoi Partia Socialiste. Mendoj unë që kjo ka qenë një nga mesazhet e forta që i ka çuar njerëzit ke kutitë e votimit, sepse është fakt. Nuk fiton nga mesazhi. Fal ta mbaroj pak, sepse është fakt konkret, edhe mendoj që gjithë ne në këtë studio e kemi shumë qartë që me tjetër imazh kemi qenë në për aeroportet e Evropës, me tjetër imazh jemi tani. Për Shqipëria me një boom turistik kaq të madh, sigurisht që nuk ka qenë ndonjëherë, ky është realitet. Tani jo, nuk mund të themi qeverisë për shtatë. Jo. Në qoftë se më thoni që ky është progres i natyrshëm, unë nuk e besoj fare këtë. Vendi ka dalë nga komunizmi, kemi qenë në botën e sotme të teknologjisë, të marketimit, nuk mendoj që në qoftë se ti nuk di të marketosh, pse nuk shkojnë kaq shumë turistë në Malin e Zi krahasuar me Shqipërinë? Urdhro? Malin e Zi ka turistë. Malin e Zi ka shumë, po jo krahasuar me këtë boom që ka. Po flas për boomin, more. Tani nuk po flas për shifrat, ne kemi boomin në raport me para 3-4 vitesh, por raporti me Malin e Zi po keni këtë dëshirën për të kundërshtuar pa e mbaruar fjalin tjetër, ju sikur jeni parashikues fati dhe e dini se çfarë do them unë deri në fund fjalës. Nga që mendoj se të kuptoj çfarë do thosh. Unë po të them që Mali i Zi, po t'ja krahasosh shifrat në 5 vitet e kaluara me kohën aktuale, rritjen, nuk e ka kaq të madhe, se ne kemi marrë vonë turizëm, Malizia ka marrë qenë unë mendoj që marketimi, duke besuar teorive të marketimit, mendoj që kur ti e marketon mirë, është thjesht marketimi, është çmimet e lira, është pandemia që rriti çmimet nëpër Europë, prandaj kanë ardhur turistët, nuk erdhën turistët se
Është mjesht i PR-i drama. Ndodhi vetëm për Shqipërinë, nuk ndodhi për vendet e tjera. Nuk ndodhi për Malinezi. Pandemia dhe sidomos lufta në Nuk ndodhi Ukrainë. për Pandemia dhe lufta në Ukrainë çojnë në rritje. Ka të njëjtin Brexit si ne. Jo, më çojnë në Çfarë po rritje. thua atëherë? U rritën çmimet në Itali, shkon në Itali, bën do turizëm që sot s'bën se është çimet e kokës. Dhe prandaj vinë italianët këtu, se s'janë mbat xhepin. Unë tani po ju themi shqiptarëve që rritja e çmimeve në Shqipëri nuk krahasohen në asnjë vend tjetër. Tani na doli që i pas kemi çmimet më të mira se në Itali. Po flas për turizmin. Dëgjoj, edhe unë për turizmin po flas. Tu çmimet rriten për fugarent, mo. Dhe pikërisht për turizmin. Unë si njeri i pjesës që mendoj shumë ke pjesa e komunikimit dhe marketimit, mendoj që më mirë se është marketuar Shqipëria në 5 vitet e fundit, me artikuj të paguar, me fushata të mirë menduara, kjo është fakt edhe këto nuk mund ta zhbëjmë dot. Por nuk është, shiko, dakord jam, shumë mirë është që është bërë marketingu, por efekti nuk vjen nga marketimi, se nuk është marketimi gjithçka, nuk është reklama që prodhon se s'bën gjithçka. Patjetër se duhet ta mbash atë. Reklama është një element, po spate. Patjetër, duhet ta mbash, por në momentin që ti këtu ke ndërtime rezorte. Është treg kjo. Pra, patjetër. Kanë ikur njerëzit nga Greqia se në një moment ti rrit kërkesën, por rrit dhe ofertën. Unë këto mendoj që ti ke rritur të dyja. Patjetër rezortet që keti tani në Shqipëri, kishe përpara 5 vjetësh apo përpara 10 vjetësh? Se si jam bërë ato rezorte, se si jam çështje e pronave atje. Tani unë mendoj që kjo është si po masakrohet Bregdeti me betonizim, kjo pastaj. Ne po flasim tani për historinë e turizmit.